në momentin që do të vinte një ndërhyrje e tillë, për shembull nga gjykata kushtetuese, për të abroguar dispozitat caktuara të ligjit ose Të komplet jetë e ligjit, përgatitur. të jenë të përgatitur opinioni dhe në fund të thonë që BDI nuk bëri asgjë. Në akuzonin vazhdimisht se kemi lënë 20%-shin, megjithatë deklarata e deputetes së Blenit që shqiptarët janë në është interesante dhe shkaktoi shumë polemika në opinion. Sigurisht vjen nga mosnjohja baze e gjërave, por fjala e thënë në publik ka peshë dhe duhet të konsiderohet. Çfarë do thotë janë nën nika? E tillë, duhet të konsiderohet e tillë. Dhe më duhet ta potencoj edhe një gjë. Len nuk e nënshkroi rezolutën e studentëve për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, nuk e nënshkroi po ashtu rezolutën e cila kërkon mbrojtje për ish udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, të cilët padrejtësisht mbahen në Hag, dhe e fundit nuk ishte as pak e interesuar ta nënshkruaj rezolutën me iniciativën tonë për ndryshimet kushtetuese.